Eurojust ka publikuar detaje lidhur me operacionin e përbashkët mes autoriteteve italiane dhe SPAK-ut në Shqipëri, i cili goditi një ditë më parë një grup të strukturuar kriminal të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë aksionit të zhvilluar më 26 maj në Itali dhe Shqipëri u arrestuan 12 persona, ndërsa ndaj 3 të tjerëve u lëshuan urdhra paraqitjeje. Operacioni u realizua me mbështetjen aktive të Eurojust dhe në kuadër të një ekipi të përbashkët hetimor mes prokurorisë së Barit dhe SPAK-ut. Hetimet lidhen edhe me një vrasje të ndodhur në maj të vitit 2025 në rajonin e Barit. Sipas autoriteteve italiane, një konflikt në një lokal degradoi në rrëmbimin dhe vrasjen brutale të Francesco Di Viestit në një shpellë të izoluar në zonën Nuper Murgia. Nga hetimet për këtë ngjarje dolën lidhje me aktivitetin e trafikut të drogës, që dyshohet se drejtohej nga një shtetas shqiptar. Autoritetet italiane dhe ato shqiptare identifikuan më pas një organizatë të strukturuar kriminale të përfshirë edhe në pastrim parash në shkallë ndërkombëtare. Paralelisht, një tjetër hetim ndaj shtetasve shqiptar që vepronin në rajonin e Puljas kishte çuar tek i njëjti rrjet kriminal. Eurojust bën me dije se ekipi i përbashkët hetimor është ngritur që në dhjetor 2023, duke mundsuar koordinimin e hetimeve mes dy vendeve. Si rezultati i operacionit dhe hetimeve të përbashkëta, 15 persona mbahen përgjegjës për akuza të ndryshme, përfshirë vrasje me paramendim me metoda mafioze, zhvatje të mbetur në tentativë, armbajtje pa leje, ndihmë ndaj autoriteteve dhe shkelje të masave parandaluese personale. Hetimet zbuluan gjithashtu pastrimin e afro 1 milion eurove të ardhura nga aktiviteti kriminal të transferuara nga Italia drejt Shqipërisë përmes një grupi të organizuar me bazë në Tiranë. Eurojust thekson se ky është ekipi i 5 i përbashkët hetimor mes prokurorisë antimafia të Barit dhe SPAK-ut në periudhën 2018-2026 në luftën kundër organizatave shqiptare të trafikut ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës në Itali. Sipas të dhënave zyrtare, bashkëpunimi mes autoriteteve italiane dhe shqiptare gjatë këtyre viteve ka çuar në mbi 170 arrestime dhe sekuestrimin e më shumë se 7 tonëve drogë, përfshirë kokainë, heroinë, hashash dhe marijuanë. Në disa raste të pandeurit janë dënuar deri në 20 vite burg. Eurojust njofton se ka mbështetur financiarisht këto hetime me mbi 180.000 euro, duke mbuluar shpenzime për udhëtime, përkthime, ekspertiza forensike dhe transport të materialeve të sekuestruara.